Një operacion i policisë kufitare italiane ka çuar në arrestimin e një 36 vjeçari shqiptar në aeroportin ndërkombëtar të Malpensas në Milano. Sipas autoriteteve, ai ishte shpallur në kërkim me urdhër arresti për tentativë vrasje, ndërsa përballet edhe me akuza të tjera për fshirje në mbajtje pa leje dhe përfshirje në mallra të vjedhur. Hetimet nisën pas një episodi të ndodhur më 13 prill, kur i dyshuari tentoi të shmangej policisë duke u larguar me vrap sapo vuri re një patrull. Ai u përpoq të humbiste gjurmë duke u përzier me pasagerët dhe duke hequr veshjen e jashtme përpara se të largohej me automjet. Identifikimi i tij u bë mundur përmes analizës së kamerave të sigurisë dhe përdorimit të bazave të dhënave policore të kombinuara me teknologjinë e njohjes së fytyrës. Autoritetet bëjnë me dije se ndaj tij rëndon edhe një vendim gjyqësor me dënim prej një viti e një muaji burg, ndërsa hetimet të tjera vijojnë. Gjatë verifikimeve, policia gjurmoi edhe kontaktet e tij duke identifikuar një grua dhe një fëmijë të lidhur me të cilët kishin mbërritur së fundmi nga Bakuja. Arrestimi u krye në momentin kur 36 vjeçari po i priste në zonën e mbërritjeve të aeroportit. Gjatë kontrollit personal dhe të automjetit, u sekuestruan një armë zjarri tip Beretta kalibër 7.65 mm me numër serial të fshirë, një karikator me fishek dhe një fishek i vendosur në tyt të fshehura me sendeve personale. Po ashtu policia gjeti pajisje të dyshuara për kryerje vjedhjesh, pajisje elektronike si GPS dhe telefona celular, si edhe dy palë targa të falsifikuara. Njëra prej tyre dyshohet të lidhet me një tentativë grabitje në zonën e Kuneos. Në përfundim të operacionit, i dyshuari u dërguar në burgun e Busto Arsizios, ku do të qëndrojë në pritje të vendimeve të mëtejshme nga autoritetet gjyqësore.